lancimi i një rakete aty. Në të katërtat kam marrë medalje të artë dhe kam qenë gjithashtu edhe në top 10 më të mirë, kategorinë e kimisë dhe tjetrën medalje të argjend në kategorinë e biologjisë. Jam nxënëse e qendrës Kosova Global Talent. Këtu përveç përgatitjeve dhe trajnimeve të ndryshme që i mbajmë, sigurohemi që kjo punë të na shpërblet edhe me suksese të ndryshme. Për shembull, këtë vit kam marrë pjesë në Olimpiadat Neo Science dhe ato janë bajt në Florida të SHBA-ve. Për mua nuk janë shumë të zërshme për shkak se gjithmonë kam qenë pasionante ndaj tyre dhe kam punuar më shumë me to. Kam marrë pjesë në kategori të ndryshme, në kimi, në fizik, në matematik dhe në biologji. Në të katërtat kam marrë medalje të artë dhe kam qenë gjithashtu edhe në top 10 më të mirë. Po pastaj në finalen e madhe kemi pas të drejtë të marrim vetëm në 2 kategori, kështu që kam zgjedhur biologjinë dhe kimin. Unë i kisha këshilluar që ata vetëm me provu një herë, vetëm me pas se si po shkojnë gjërat, po edhe nëse nuk ju pëlqen shumë, ju kisha rekomanduar që me gjetë një fushë ose diçka që ata janë të mirë në të, edhe me vazhdu edhe fokusin me pas 100% vetëm në atë pjesë. Atje kemi bo edhe shumë vizita të ndryshme, me veçanta ka qenë vizita në NASA, që është aty në Florida. Një rast shumë interesant që ka qenë edhe kemi pas fatin me has në të, ka qenë lancimi i një rakete aty. Unë mendoj që vetëm me punu sa ma shumë edhe mu zhvillu në fusha të ndryshme. Për shembull, unë kam dëshirë që në të ardhmen të punoj për NASA-n, kështu që për mu ka qenë një mundësi shumë e mirë edhe diçka që s'ka me harru kur.